me gjitha veprimet kanë të regu që janë një blok. S'kanë të regu se t'jë të që asë për kryetar kuvendit s'kanë votu njëjtë, asë për në kryetar s'kanë votu njëjtë. Po du me dalë edhe aty. Ndonë se thash, ndonë se së më le me përfundu, edhe këtu ka shumë pikpytje sa i përket bashkëpunimit të mirë fillt edhe ata me zveti. Për shkak se as nuk kanë dasht e s'kanë arrit që të bëhen bashkë e ta bëjnë qeverinë. Po bashkë këshim bo qeverinë, shumë saktë. Por kanë qenë, qaj ka bashku ata, kanë qenë kundër lëvizjes vetëvendosjes. Nuk kanë ofru alternative. Jo gjithëherë, kanë votu marrëveshjen ndërkombëtare. Jo, unë po flas për tash. Po s'kanë qenë gjithmonë kundër, dhe me gjithçka. Për këtë legislaturën e 9, po flas për këtë legislaturën e 9, sepse diçka që i ka bashku ka qenë vetëm kundër lëvizjes vetëvendosje. Prandaj po them se faktikisht deri në fund nuk është bashkë deri në fund ashtu. Sepse nëse kishin ashtu për shembull LDK ish bë bashkë me PDK-n, AK-n, Nismën, gjitha këto tjetër kishin bërë qeveri. Po s'jan bë. Po diçka prandaj se bë. Sepse LDK-ja tha nuk bëhem as me PDK-n, nuk bëhem as me Demokraci duhet me pas pozicionet qarta politike. Ose je për me bo qeverin me dikan, ose nuk mund sillesh në këtë formë. Lëvizja vetëvendosje me përjashtim PDK se nuk i ka ofru bashkëpunim, të tjera parti nuk keni ofruar. Edhe LDK si ka ofru, do më tha, nuk ka qenë në gurt lëvizja vetëvendosje. Janë pozicionime PDK-ja s'ka vendos me shku as ka ju, po as ka PDK-ja s'ka shku, si ka pas fizet me PDK-s. Po nuk mundesh me thonë që kanë qenë krejt bashkë kundër vetëvendosjes. Nëse LDK-ja s'ka qenë as për PDK-n e bo koalicion. Dëgja, po veç këtë pozicion i pa qartë, i pa definuar. Ja, ta kanë bërë qartë. Me vendi ka thënë ajra në opozit. Ja, kundër lëvizjes, po. Jo. Ata LDK-ja ka mojtë qëndrim zyrtar me njerë me 10 shkurt ka thonë në verdiktin e popullit kena marrë, jena në opozit. Lumira Ditiku ka thonë. Qartë, okej. Po nëse dugone konsiderat thonë se gjithë kundër vetëvendosjes. Gjithë kundër vetëvendosjes. Po a mendon që funksionojnë këto koalicionet LDK, PDK, Nisma? Janë, dëgja, tuj i po edhe në zgjedhjet lokale që ka ndodhur. Edhe mund të funksionojnë për shkak se këta e projektojnë krejt luftën politike jo mbi parime, po qysh me mujt lëvizjen vetëvendosje. Prandaj po them edhe mund të funksionojnë, nuk kanë projekte politike parimore, po e kanë inatin që ta mundin lëvizjen vetëvendosje. Projekte parimore kur kanë pas program qartë në projekte që kanë realizuar. Edhe buan bashkë e unifikojnë një program, nuk është kundazi vetëvendosja, a di çka ka ndodhur në zgjedhjet lokale. Sikur të kishin ndodhur koalicione parimore, me gjithë dëshiren i kisha përkrahur, ju kisha dur të rokit. Po a di çka ka ndodhur? Ka ndodhur diçka e panatyrshme. Si parimor për shembull? Jo, që të gjithë apo parimor në fushë Kosovë, Nisma, AK vetëvendosje. Jo, dëgjoj, këtu ka qenë opozitar. Pa ka qenë parimor, jo me procedurë elementi. Po kjo ka qenë parimor. Ka qenë vështrë LDK, parimor. Por e kanë kundërshtuar e i dal zjarm kanë qitë për goje derisa po për shkak kundërshtuar. A e di pse kundërshtuar? A di për shkak, dëgjoj. Këtu ka pas matematika edhe pazare që i kanë bërë për komuna jo parimora. Di përshka se është e panatyrshme që... Ka qenë për dhe vetëvendosja pjesë e kësojnë jo, cilën ka qenë? Qysh? Po bëjna koalicion vështrejnë animon, le të këjanë vështrejnë animon. Po ka thonë zëni Tahiri këtu e ka thonë, Gjafer Tahiri këtu e ka thonë. Jo, e ka thonë ndryshe. Ka patur marrëveshje në parim. Jo, po as marrëveshje, që ka kërkuar Ardigjiku me to. E ka thonë, po ti ke qenë, po ti veç unë të gjuh për shpis edhe ka thonë që zoti Kurti më është përgjithë që të na nuk funksionon kështu. Për këtë është parim, për thonë që kena po marrëveshje, unë e kam po për shpis, kështu ka thonë. Parimor që ka ndodhur në Dragash, edhe ai ka qenë koalicion parimor për shkak se ne kemi dalë kundër kryetarit aktual që ka qenë opozita edhe secili kryetar që ka po opozita. Kështu i çdo me menu. E tash një koalicion i mundshëm i këtyre partive që po folin tash në nivel qendror kundër pozitës. Se që nga parimor kë? Po pse s'është parimor? Unë tash ndoshta ju funksionon sepse po flasim për parime zoti Dugulli. Nëse koalicioni dhe PDK në Dragash kundër LDK-s që ka qenë pushtet, që edhe unë kështu e mendoj. Pra partitë që kanë qenë në opozit e kanë kundërshtuar kryetarin, dalin me ndru pushtetin. Po
Partinë qendrore kështu i dosh me kohë. Atë do ta formalizojnë koalicionin krejt bashk. Do të bëhen krejt me një listë.